Herën në Itali, 21 vjeçari vret me SPAT nënën e tij, zbardhen detaje nga ngjarja. Një ngjarje rënd ka ndodhur në Racale, në provincën e Lecce, në rajonin italian të Salentos, ku një grua 53 vjeçare është vrarë brenda në shtëpi nga i biri i saj 21 vjeçar. Sipas mediave lokale, viktima është Teresa Somario, e lindur në Gjermani dhe banore në Racale, ku jetonte me të birin Filippo Mani. Ngjarja tragjike ndodhi gjatë një konflikti të ashpër mes tyre, kur Filippo Mani goditi në kokë nënën e tij me një SPAT. Pas ngjarjes, 21 vjeçari u largua nga vendi i ngjarjes dhe është duke u endur në qytet, ndërsa një kalimtar e vuri re dhe njoftoi policin. Forcat e rendit arritën të arrestojnë dhe ta marrin në pyetje në komisariat. Trupi i viktimës u gjet nga djali tjetër i saj, i cili menjëherë dha alarmin, dhe në vend ngjarje kanë intervenuar karabinierët e kompanisë Kasaranos dhe njësia hetimore e Lecces. Hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes vazhdojnë, ndërsa komuniteti lokal mbetet i tronditur nga kjo tragjedi familjare.